Islamin të një popull, nëse vreni ndonjë traditë të mirë tek ai popull, merrni. Për shembull, çka kanë marrë të ju ka pëlqyer shumë martesa që e bojmë ne sa më larg. Edhe s'na kanë prek aty hiç. Edhe do ta kultivojmë, ta mbajmë. Ne në fshatin tonë atje për nga rrjedhune, kemi edhe ardha cakën në fshatin tonë, po për respektit, gjithmonë më thojnë kushëri, e ju thëmë kushëri, e lere mo zotin arrujt me jau lyp nusën apo për shembull me jau dhonë. A dolmi te faleminderit te Emanuel Dimaj, se e zgatëm shumë na kërkoj folje profesor, po tash nuk jam marrë me haukun as juve. Emanuel, a lidhet identiteti jonë shqiptar me krishterizmin historikisht dhe a mendon ti sikur hoxha që udat domethënë janë prej islamit, kanë ardhur prej fesë islame apo janë shqiptare? Absolutisht jo, sepse identiteti jonë s'fillon as me krishterizmin, as me islamin, se kjo tokë ka pas... Vërtet ma shumë se po flet mirë. Do thotë, ky vend ka pas traditë e kulturë e jetesë edhe para krishterizmit, edhe para islamit. Nuk na ka kriju neve as krishterizmi, as islami. Kemi qenë, do të thotë, popull të hershëm, para krishterizmit, para islamit. Traditat dhe kulturat mendoj se kanë ndryshuar me kohën. Por hoxha ma shumë na foli për identitetin islam se sa për identitetin kombëtar. Kështu që nëse flasim për identitetin kombëtar, kemi shumë elemente edhe gjana të cilat ne i trashëgojmë brez pas brezi. Për shembull. Për shembull, nëse nalëm e marrëm identitetin kombëtar Odën, unë mendoj se nuk ditë ka ardhur Oda. Nuk është Oda. Në tregova ka. Po nuk tash dokumentohet, nuk është çështo po çështo. Po që po ta dokumentoj që nuk është e jona, po është e tushve, nuk është identitet kombëtar i joni. Ka pas emrin që ajo Odë para se më ardhë muslimanët këtu. Çush e ka pas emrin? Shqip, çush i kanë thonë? Hoxh, çajo Odë s'ka ka jona do të thotë. Sa është, e vërtetë. Atë çush është identitet kombëtar po. Oda. Po a thashin më shruan njëra me tjetrën. Po nuk niset identiteti kombëtar Hoxh me Odë. Identiteti kombëtar niset me gjuhën, flamurin, me gjuhën, flamurin, veshjen, pastaj krijimtarin, identiteti kombëtar është do të thotë jena të volë shumë profesori se në të prit. Jena të hinë fushë vetë. Jena të hinë fushë në peprizmit gazetares, jo veç po më duket shumë gabim, do të thotë me nis identitetin kombëtar me një Odë që na pas kanë pru turqit. Do të thotë është gabim. Ka shumë elemente na që i kena marrë pe pushtuesve. Sa veç Oda, kemi edhe sot përdorëm fjalor. Kena do të thotë gjana që i kena jetën e përditshme. Po janë të trashëguara brez pas brezi, të cilat na kanë lënë të tjerët, ndërsa nuk janë tonat. Trashëgimia kulturore do të thotë e jona fillon qysh herët. Edhe siç thash më herët, ndryshimi i tyre ka ndodhur në bazë të kohës, në bazë zhvillimeve, siç edhe është në jetën tonë sot që ndodh shembull deri djes kemi pas televizor, sot kemi telefona ne. Bravo, e vërtet. Profesor, më falë se kena lënë pak po prekën për shkak të respektit të dy feve. Monoteiste sonte të kena lënë, kërkoj folje shumë. Unë do të flas në prizmën e historianit, absolutisht me dhanë ka të kuptimit fetar, sepse te populli shqiptar nuk është shumë i përcaktuar identiteti fetar në përcaktimin kombëtar. Absolutisht. Sepse ne për shembull kur e ka vizitu Hub House në fillim të shekullit 19, Lord Byroni, popujt ballkanik, thotë hosa një fenomen shumë interesant, thotë, kur i pyesja grekët, çfarë jeni, më thonin ortodoks. Pastaj më thonin grek, ose kur i pyetja serbët, çfarë jeni, më thonin ortodoks, pastaj kur i pyesja shqiptarët, më thonin një herë jemi shqiptar, pastaj vinte në randin e dytë besimi fetar ortodoks apo musliman. Po, çfarë do të thotë? Ne shiqojmë çështjat fetare nuk duhet të instrumentalizojmë dhe të politizojmë. Është një vërtet që ne i tregojmë tri besimeve fetare kryesore. Monoteiste, po. Me përjashtu edhe të tjera që janë më të vogla. Dhe besimi fetar krishter ka ardhur përmes kohën e Perandërisë Romake. Besimi fetar islam ka ardhur në kohën e Perandërisë Osmane. Edhe besimi fetar islam të shqiptarët në fillim u përhap nëpër qytete. Është përhap me dhunë? Më vonë u përhap nëpër fshatra. Është përhap me dhunë, prof? Këto janë, shiqëm,
Këto janë elemente, se e kam diskutuar sa jam merr me këtë problematikë. Po. Kush bashkë doktorate se kam pas. Janë shumë faktorë që kanë ndikuar në pranimin e fesë islame. Se shtrohet një pyetje. Pse vetëm shqiptarët dhe bosnjakët janë muslimanë? Absolutisht. Derisa Perandoria Osmane ushtrim Greqi, Kanë qenë Serbi, bullgarët, absolutisht. Malzi, Bullgarin, Rumanin, Hungari. Edhe, domethënë, pse vetëm shqiptarët dhe bosnjakët? Pse shqiptarët ishin rezistuesit kryesorë në kështa me në krye Skënderbeun. Po që më vonë u inkorporuan dhe inkuadruan dhe pranuan fen islame. Janë shumë elemente. Elementi parë që më mendoj se është, janë taksat e gjizja një vlerësojmë. Domethënë kanë ekzistuar taksat larta për ata që kanë pranuar.